Partitë politike dhe KQZ thuajse çdo vit, madje disa herë në vit, marrin pjesë në diskutime, seminare, konferenca e takime të nivelit të lartë me qëllim përmirësimin e rregullimit të financimeve partijake dhe menaxhimin financiar të partive. Por fatkeqësisht, në shumë prej këtyre takimeve diskutohet me terma teknik, sikur gjithçka varet nga gjetja e një formule magjike teknike për ta zgjidhur këtë problem. Në fakt, problemi i reformës së financimit të partive është thellësisht problem politik. Partitë kryesore politike që kanë në dorë të bëjnë reforme e financimit të partive nuk kanë interes të mirëfillt për një reformë që do t'u hiqte atyre financime të domosdoshme. Me fjalë të tjera, partitë e dinë që parat sjellin vota, ndaj ato nuk janë shumë të interesuara për zgjidhje që ndërpresin në mënyrë drastike dhe rregullojnë në mënyrë të rreptë financimet informale që ato përfitojnë sot. Po çfarë mund të bëhet në këto kushte? A duhet të synojmë një zgjidhje finale të problemit të financimit të partive dhe këtë mund ta bëjmë përmes një ligji të veçantë? A mund të arrijnë partitë politike të bien dakord për një ligj që trajton dhe rregullon çdo aspekt të financimit dhe menaxhimit financiar të partive? Kjo duket e vështirë të arrihet pikërisht për mungesë të motivimit të plotë të partive për të ecur në këtë drejtim. Në këto kushte, në vend të përpjekjes për të prodhuar një ligj të ri, apo një model tërësor të ri, apo një zgjidhje përfundimtare, duket më e udhës që fillimisht të merren disa hapa të vegjël por të sigurt. Hapa që përmirësojnë disi gjendjen aktuale dhe që shtrojnë rrugën për përmirësime të mëtejshme dhe graduale në të ardhmen. Për masa të tilla të vogla mund të gjendet më kollaj edhe konsensusi me partive kryesore, mund të gjendet edhe vullneti për të zbatuar ato në praktik. Dhe çfarë mund të jenë disa nga këto masa? Së pari, ulja apo kufizimi i disa lloj shpenzimeve, veçanërisht shpenzimeve zgjedhore që bëjnë partitë politike. Kjo do të ulte nevojën e partive për fonde dhe përjedhoj informalitetin e financimit dhe shpenzimeve të tyre. Ka disa lloj shpenzimesh që mund të ndalohen lehtësisht pa prekur aftësinë për të konkuruar të partive politike dhe për të zhvilluar fushata zgjedhore. Kështu mes tyre mund të jenë për shembull ndalimi i reklamave në media tradicionale, përfshi televizionet dhe platformat e tyre, si dhe ndalimi i reklamimit në mjediset të jashtme, posterat në rrugë apo ndërtesa, veshja me reklama e zyrave elektorale, veshja me reklama mjeteve transporti publik e të tjerë të tjerë. Vetëm këto dy ndalime të reklamimit do të shkurtonin të paktën me 30 deri 40% shpenzimet elektorale të partive politike. Nga ana tjetër, rritja e financimit publik për partitë do të ulte gjithashtu varësinë e tyre nga financimet private. Financimi tanishëm publik i partive politike është shumë i vogël. Për vitin 2026, për shembull, janë parashikuar vetëm 3,6 milion euro fondi total për financimin e partive politike. Gjysmën e këtyre parave do t'i marrë Partia Socialiste dhe 1/4 Partia Demokratike. 3,6 milion euro është një shifër shumë e ulët. Shpenzimet e parashikuar në buxhetin e shtetit për vitin 2026 janë gati 9 miliard euro. Pra partitë do të marrin 3,6 milion euro nga 9 miliard euro që është buxheti i shtetit. Afërsisht sa 0,04% ose 4 të 10 mitat e shpenzimeve buxhetore të parashikuara për vitin 2026. Është padyshim një fond qesharak. Pa asnjë shtrëngim, pa asnjë sforcim, ky fond për partitë politike mund të shufishohet. Pa frikë mund të dhjetëfishohet. Ndikimi i rritjes së financimit publik do të ishte faktor i jashtëzakonshëm për formalizimin e financave të partive politike. Për më tepër, kombinimi i kufizimit të njësoj shpenzimeve partijake nga njëra anë me rritjen e fondeve publike partive politike nga ana tjetër, do të prodhonte një efekt të përforcuar drejt përmirësimit të financimit, menaxhimit financiar dhe transparencës financiare të partive politike. Këto janë dy hapa të vegjël, por me ndikim të madh. Hapa të ngjashëm mund diskutohen e dakordsohen më lehtë mes partive, sesa do të dakordsohet dot një reforme thellë dhe e gjerë për financimin e partive politike, që edhe nëse do të miratohej, me gjasa do të mbetej vetëm në letër. Duke përmbledhur ato që diskutuam, vlen të theksohet. Përmirësimi i transparencës së financimit dhe shpenzimeve të partive politike është një nga problemet themelore politike të vendit. Është edhe një nga faktorët kryesorë që çon në integritetin e politikës dhe të qeverisjes. Për të përparuar në këtë drejtim, qasja më e mirë do të ishte heqja dorë nga përpjekjet për zgjidhje totale apo finale, duke përqendruar në arritjen e një sër përmirësimesh të pjesshme,
si hapi parë, për të vazhduar pastaj me përmirësime të mëtejshme drejt arritjes së një standardi perëndimor në financimin dhe menaxhimin financiar të partive politike. Ky është edhe emisioni thjesht për sot. Natën e mirë dhe mirupafshim javën tjetër.